Harta e re gjyqësore e prezantuar nga qeveria Rama dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor si një zgjidhje fatlume për krizën e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, ka dështuar tërësisht sipas një raporti të Gjykatës së Apelit për vitin 2024. Harta e re gjyqësore miratuar në vitin 2023 synoi ekuilibrimin e ngarkesës në gjykata, si dhe unifikimin e cilësisë së shërbimeve në të gjithë territorin e Republikës, por zbatimi i saj është larg nga qëllimi kryesor që pati reforma, thot Gjykata e Apelit në dokumentin e saj. Për aktivitetin gjatë vitit të kaluar, raporti bën një zbërthim të detajuar të ngarkesës së gjykatës së vetme të shkallës së dytë, ku panorama jepet me nota tejet pesimiste. Në fund të vitit 2024, Gjykata e Apelit e Jurisdiksionit të Përgjithshëm kishte 41.700 dosje të pashqyrtuara, nga këto mbi 28.000 janë të natyrës civile dhe mbi 13.500 janë penale. Gjykata e Apelit pranon se ajo jo vetëm që nuk arrin të reduktojë stokun e çështjeve të prapambetura, por vijon të arrisë atë. Referuar të dhënave statistikore, rezulton se shqyrtimi i një çështje civile në Gjykatën e Apelit kërkon mesatarisht 2683 ditë nga regjistrimi, ose pas 7.3 vitesh, ndërkohë që një çështje penale kërkon mesatarisht rreth 2.4 vite për shqyrtim. Nëse shihen me detaje, aktualisht në Gjykatën e Apelit janë mbi 2100 dosje ende të pashqyrtuara, të cilat janë regjistruar prej më shumë se 5 vitesh. Gjykata e Apelit thekson në raportin vjetor se trupa aktuale po përpiqet që të evadojë sa më shumë dosje gjyqësore, megjithatë në situatën aktuale duket se gjithçka është e pamundur. Gjykata e Apelit ka në detyrë 26 gjyqtar, nga 78 që është organika, pra në këtë gjykatë mungojnë rreth 70% e trupës së gjyqtarëve të nevojshëm, duke sjellë një kolaps thuajse të plot në funksionimin e saj. Gjykata e Apelit kërkon që të ketë një ndërhyrje të menjëhershme nga Parlamenti, Qeveria dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor për të ndërmarrë nismat e nevojshme ligjore dhe infrastrukturore, me qëllim zbutjen e kolapsit dhe dhënien më të shpejtë të drejtësisë. Qeveria e Ramës dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor miratua në vitin 2023 atë që e quajtën Harta e re gjyqësore, e cila sipas tyre do të tejkalonte ngërçin e krijuar pas vakancave të shumta të krijuara nga aplikimi i procesit të vettingut me standarde të dyshimta. Harta e re gjyqësore u kundërshtua fuqishëm nga profesionistët e ligjit, ndër të cilët avokatët bojkotuan për ditë të tëra proceset gjyqësore. Megjithatë, harta gjyqësore hyri në fuqi dhe tashmë zbatimi i saj rezulton të jetë një dështim i plot.